Hello, zemrat e mia, ky është vlogu i radhës. Duke qenë se unë kam qenë për ditë në shesh, në protestat më të madhe që është bërë ndonjëherë nga rinia, pak të kështu e quajmë ne, që tani më ka marrë dhe emrin Revolucioni Flamingo, dhe duke qenë se vloget tregojnë për ditëshmërinë time, mendova pse jo të marr mamin dhe të shkojmë bashkë mu në shesh, mu ke protesta, sepse vloget filmojnë për ditëshmërinë tonë. Edhe ajo që duhet thënë është që për ditëshmëria ime tani më janë edhe protestat. Ora 6 mbas ditës, do me thënë, kam parë një pankart që thoshte deri në 6 me shtëpis, pastaj në protest. Në këto momente, unë e di që mami është e kafja, do marrim Ritën dhe do bashkohemi në protest me të gjithë. Ma! Mama! Qa po bën aty? Se Gafredo! Do të them tani fjalin që po bëhet refren. Qohu nga kafja. Hajde që donë ata? Po, hajde se të shkojmë në protest. Dhe pikën e fundit ke qenë mama ja. Pikën e fundit. Se e diti se Gafredo që më jep energji. Mos ka i qik për mu? Për ti e? A, tani, me shketi më më ata. S'ka, unë e piva i qpar. Lëdhe pikën e fundit se ka mera. O ma, me këtë bluzën dhe shkosh në protest? Po, unë këtë bluzën kam përzjedhur, këtë bluzën kisha, shkruan roza nga mbrapa. Është e FSHF-s, po flamuri më i bukur në botë Alban, kështu që absolutisht. Dhe ndërkohë, duke e ditur që ti vesh të zeza se të shkojnë me bjonden, të ka marrë shallin e kuq që të paktën, të jesh kuq e zi atje tani, me mua ma, sepse do shkojmë bashkë dhe duhet të jesh pa tjetër. E dini që Rita nuk ka qenë asnjëherë, asnjë ditë në protestën Revolucioni Flamingo. Mami proteston me humorin e vetë, është gjithmonë opozit me qeverinë. Nëpërmjet humorit, gjitha qa nuk na pëlqen neve, në për këngë, në për humor, në parodi. Ne jemi opozit gjithmonë me qeverinë. Mam, kështu që në protest nuk kam qenë, po fjala ime ka dalë gjithmonë. Gjithmonë, hajde për një mesazh fuqishëm që kam dashur me thënë. Të çantën? Mund ta lëm të çantën këtu mësa marrësh me vetë çantën? Ke qenë qenit mua ti se unë këtu kam trikojnë e leshit, e kam qik buk misri, e kam. Po e si... Hajde. Snel do të marrë brajnë qik i lache me vete, se jashtë nga gjënda i qamet rrugës. Hajde dalim nga rrugat tamam, se unë mbyra këtej si ninja. Hajde me mua. Do rezistoj mamin protest. Absolutisht. Do a fuqi unë atje? Absolutisht, vogla ime. A mami, e kam shushall? Je super, rëndësika që je kuqezi. Mam, tani po ikim në protest, hajde të lutën, se dua që ta provosh dhe ta ndjesh këtë magji. Është vërtet fantastike. Kam parë gjitha për televizor. Do shqypi makina, e? O djallë frenoti, more, u po kynjet. Po ikim protest. O ma. Do me thënë, nuk e di do me thënë, se Rita është komike, Rita është komediane, por atje në fakt ka shumë dashni, ka shumë përkraje dhe bukura është se të gjithë ka një shprehje bashk. Dhe nesër më shumë, kështu që... Edhe unë nesër sot më shumë, po vion. Sot më shumë, po vjen Rita, fix. Let's go, mama, hajde, se më zi për s'ta shohësh. Unë e kam djeku, mamu, televizor, unë, bërhyrë të televizori, unë s'kam lënë gjë pa parë. E di. Pra, ha? A e gjonë gjatë atmosferë? Emocionua. Nga ky moment e tutje, politika nuk do jetë më njësoj, kjo është e sigurt. Edhe ta kesh edhe ti, atje dokumentume, tu tregosh bebave të tu që mami gjyshja, nëna Rita ishte revolucionare. Teze Rita. Jo, nëna, këshu Rita, as teze atë, unë jam Rita, ishte revolucionare do thuash. Bebave të tu. Shife qa bëhet, mam. E gjitha nisi nga Zvërneci. Do me thënë, nuk është se njerëzit aty, mam, po dalin për 16 ditër, se kjo është dita i 16 që ne e gjyrojmë sot, pa qkas që do dali të hënën tjetër, se këtë të hënë del vlogu i Turqis, po për 16 ditë njerëzit nuk është se kanë dalë vetëm për Zvërneci, mam. Zvërneci është vetëm kruajtja. Jullje vetë! Jullje vetë! Falemderit! Thjesht njerëzit nuk po mbajnë do të më. Edhe ai gjesti që utëroj zvarë, a i zotria që ishte matan gardit, e të roqën zvarë, bodyguardët privat dhe policia rinte, ajo ishte që u zgjuan të gjithë që nuk ka ku të vej më. Dhe me vërtet po u investokan biliona për këtë resortin, po pritit qik tani se kemi shëndetësin shumë keq, spitalet shumë keq,
spitalet kam parë pankarta, spitalet e Lushnjës, Kërcet Niu, spitalet e Prenjasit, e Përmetit, skandal. Arsimi, skandal, studentët, po çështja mos keni merak. Çështja e studentët nuk harrojnë shkruajnë pankartat e tjera. E vërtet, mami. Kështu që mama ma jep dorën tani. Po afrua me mama? Tani një kamera, hajde brapa nesh, kapësh atmosferën. Baby vogël. Që me kuj ke baby në vogël? Kemi ardhur të protesta. Edhe erdha. Me kamerat, right here. Qa emocioni? Mami, ky është refreni, mam. Hajde, zhytu brenda. Kam emocione, mama. Soni, hello. A ke do t'japësh ndonjë deklaratë po xhojmë për vlogun? Unë nuk është se kam një gjë konkrete, domethënë unë jam për të gjitha kauzat që përfshihen në këtë lloj proteste. Kështu që nuk është se flamingut janë më të rëndësishëm se shëndeti i njerëzve që janë smur. Nuk është se zvërneci është më i rëndësishëm se arsimimi, kështu që duhet të jetë gjithë përfshirë, sepse nëse secili ngre këtu për hallin e vet, do jemi akoma këtu ku jemi. Po pëlqeu deklarata, faleminderit shumë zemër. Si e zemër? Mirë. Pritani se unë po i pyes çdo gjithë, për çfarë janë këtu? Ti personalisht për çfarë je? Unë do marrë protestu si gjithë tjerët. Jo vetëm për Shqipëri më të mirë. Po, për një të ardhme më të mirë, për gjithë. Bravo. Se jemi studentat e ke fundit, du në diçka të bëjmë të ardhme, një tikim jashtetit. Punojnë. Bravo. Bravo, duaj, duaj. Pas ka shumë njerëz, mama. Absolutisht. Qa pa në televizor, po ka tjetër emocion. Kur e shikon, kur e ndjen këtu. Po tjetër emocion. Edhe bukrar se janë që të gjithë bashkë, që të gjithë i flasin njëri tjetrit. Po ka që ditë normal edhe bëhet... Jemi për gjithë motra e vlesur me njëri tjetrin. Nuk jemi tifoz, mendim qëndrim kritik mbi zërin e lartë, që dëgjon në bulevard, sigurohu që shijoni. Mendo për hapjen e radhës që të mos përsëritet historia. Si duam të qeverisi si fillim, jo pushtimaj qeverisi, qeveria e rrënjësisht, pushteti shpërndar, i përgjigjet në kohë reale nevojave të individit pa burokraci qeveritare, zvoglon detyrat e kryeministit të ri dhe vendimarrjen e tij. Praktikisht, mam, kjo është e gjitha se për çka kemi dalë të gjithë ne këtu. Sot më shumë se kur, më duhesh në bulevard, të dua shipe. Bravo! Dhe shipe nuk mbarojnë njerëzit. Tani mam dua që të zhytemi brenda në gjithë atmosferën. Dua të kapim fëmijën që lozin, dua të kap pankartat, të lexojmë pankartat. Je kështu, ke ngel pa fjalë. Pa fjalë, mami, se kam përjetuar ndonjëherë këtë emocion kaq fuqishëm. Kam një tronditje, edhe dua vetëm të dëgjoj dhe dua të kap çdo gjë. Dhe është kaq shumë energji. Po, vogla ime. Kaq shumë, dhe kjo po më bën përshtypje. Me beba në krah. Okej, ceni bebi vogël. Më pëlqen që keni ardhur me fëmijët, bravo! Bravo. Për ata, po për ata Qa fëmijë. reagimi, vajza, qa do bëjmë? Për ata fëmijë dalin. Shifi fëmijët atje, me që jemi tek fëmijët. Hajde pak. Shifi qa Edhe janë për qef, bëjnë qa duan Po, vetë. ndërkohë që prindrit protestojnë, Fëmijët, s'kan ku t'i lën fëmijët, i marrin me vetë të fëmijët. inshallah nuk humbasin. Jo. Njëherë në fakt pati një incident njëherë vetëm që kishte humbur një vajzë vogël dhe ishin ulën që të gjithë në shesh që ta gjeni gocën. Do me thënë, një grup ka që solid me njëri tjetrin, s'është parë më përpara. Ke ardhur me mbesën?
Ne po xhirojmë këtu, keni ardhur me fëmijët zemra ime? Ja, me të dy. Nuk ka problem, se nuk Sa ta ditë të ke ardhur? Çdo ditë. Dorëqen, Rama jepe dorëqen. Ka ik zëri që bën kështu? I trajtime. Zemra ime, ti je shnosh. Si e? kemi një arsye më shumë për të protestuar. Se ime më është paciente e onkologjikut, kështu që Onkologjiku është bërë refren në këtë protest. 2 fjalë mund t'i thuash? skandal. Të onkologjiku të vinë këtu dhe të protestojnë të gjithë pacientë për mua. Është paciente e onkologjikut zonja. Edhe një arsye më shumë që është këtu në protestë. Dhe kanë ardhur për ditë. Kanë ardhur për Ka ditë. shumë të drejtë. Të gjithë aty të dalim, po të Ajo jenë ka të më gjithë të pacientët. Unë kam bravo. 2 vjet e gjysmë. Bravo të qoftë. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit shumë. Ke shëndet edhe jetë, zemra ime. Kush e ka bërë këtë? Ti e ke bërë këtë? Jo këtë, jo. Këtë. Ti e ke bërë? Shëndetje, aty u bë një foto me Naje? Patjetër. Naje, dhe këtu ma një pacim shtetin e me. Naje. Ne bëj, shiftu të kamera. Shqipëria është e jona. Tërsa i ta ditë është që vjen e dashur. Çdo ditë kemi dalë, çdo ditë, po, çdo ditë. Me fëmijët këtu, a? Po, me gjithë. Do me thonë, vinë me fëmijët sepse s'kan ku t'i lënë apo duan që... Ku t'i lënë, nuk kanë dhe ku t'i lënë, prindrit do vinë gjithë këtu, normal, i marrim çdo kush. Kjo është një protestë që nuk është se partia paguan për të ardhur dikush nga vendet e jashtme. Këtu vinë të gjithë me vullnetin e tyre, me lekët e tyre, siç kanë ardhur të gjithë mblidhen këtu, jo se po i detyron dikush ose ai se e ke të paguar rrugën. Jo, absolutisht. Jo, bravo. Tu prandaj dhe po bëhet shumë. Edhe siç edhe e themi për gjithë ditë, nesër më shumë. Nesër më shumë. Bravo. Faleminderit shumë zemër. A mund? Do e me lexu pankartën, si e? Mirë të vdes. Me kë ke ardhur këtu? Mamin. Me mamin, ku i ke mamin? Atje. E sa i ta ditë që vjen këtu? Se di. S'ka gjë më zemër. Fut. Të lutem, kape pak. Ajo ana tjetër më pëlqeu shumë. Bashk derisa dorëqja të na ndaj. Kthej edhe nga para zemër? 2000 sepse kishte thonë Edi Rama që Thënë që jemi vetëm 2000 persona, 2000 protestues, edhe aq shumë sa shkoi numri, u bë pastaj meme që ne jemi 2000 edhe Bravo, kiti kjo ka ishte shku ideja. S'do t'jem këtu po duhet o zemër. Vlen. Sot ka marrë dhe mami me vete gjithandej. Mami është mik shumë i ngushtë i Rominës, gjithashtu i përfshirë në art. Si jeni? Ma puç mu e pe. Takoj edhe për çfarë? Dashurin nallës. Atëre, kujdo po i marrë ndonjë promoncim të vogël. Ti çfarë do të thuash, që ta kemi dhe ne të vlogë? Amon jep dorëheqët ka kuloda. Mos na nxirr më këtu. Nuk është se do njëri të bëj revolucion, nuk do njëri të bëj protestë, duhet sepse ka ikur për lesh. Që Themi mjaftueshëm zemër. Faleminderit shumë. Paqim zemër. Sa ditë keni qenë këtu? Ka marrë kastilin nga Austria për këtë punë. Ke ardhur nga Austria? Bilet kastile për Ja, këtë punë. bravo të qoftë. E bëm protestën në Austri dhe erdhëm dhe këtu. Ka dhe njerëz që e kanë prerë biletën dhe s'kan bilet kthimi. Unë duhet kthem se kam punë, po ka njerëz që kanë ardhur nga diaspora pa bilet kthimi. Vetëm qotrin deri në fund. A mendon se nga sot e tutje, jo nga sot e tutje, po nga tani e tutje nuk do jetë më një lloj politika? Uroj, po për mua është e rëndësishme njerëz që ndërgjegja ka ndryshuar, edhe që ta kthejmë në një lloj tradite, që një herë në javë të mblidhemi këtu, edhe të protestojmë për gjërat aktuale. Nuk ka rëndësi cilat janë dhe kemi shumë, sikur kjo gjë si fillim të ndryshoj mënyrën se si bëhen gjërat, si shfrytëzohet territori, si lahen parat, si privatizohen dhe shfrytëzohen të gjitha hapësirat edhe territoret e mbrojtura. Kjo është e para njërë. E dyta është mirë që të kthehet në një traditë dhe të kuptojmë që nuk do të kemi frikë nga asgjë sepse dhe nuk kemi nevojë që të kemi aktivist tipik. Nëse çdo qytetar është i angazhuar, nuk ka nevojë për aktivist. Dhe pastaj peshën nuk e mban vetëm një ose dy njerëz, e mban gjithë shoqëria ashtu siç duhet të jetë. Domethënë për mua kjo është shumë e rëndësishme. Edhe faleminderit shumë Brezit të ri se është sharë për shumë gjatë. Brezi i ri ka bërë një ndryshim që është fantastik. Domethënë nuk kanë frikë, nuk kanë Gjenerata Z.
Gjenerata që ka Z. Bravo. Bravo. Do ta ndryshojmë. Gjenerata Z. Bravo të shumë. Faleminderit shumë. Një bestseller letërsisë shqiptare, Elisa Spiropali. Shive mburoja, shive qa ka vënë të mburoja, ka vënë televizionet. Në këtë protest, pankartat janë gjëja më e lezetshme. Dhe më... Avash ne do bashkohemi më brenda në turm edhe mund të mos dëgjohemi mirë, po ne tonën do e bëjmë. Keni një tjetër që është akoma me bukur. Kush? O Zot. Sa gjuna kjo Marta, më dhimbse, të zeza, se shkreta, më është torturuar vajza. Do me thonë, sa po ka dalë deklarata e zonjës Marta, edhe prandaj dhe janë bërë këto pankarta. Pikërisht. Së të falë rinia, ma. Prandaj qyqyr që erdi kjo ditë, që të tregojnë që ne i dim qarë bëhet. Tani, Zoti na dasht edhe hajde futemi te zona e nxehtë. A janë të huaj? Televizioni kujt? Austriak. Bravo! Nga Austria ka ardhur media. Sa ditë ke shikar? Të gjitha ditët, S'ke mungu? 17 ditë. 17 ditë. Bravo Goca, bravo, halal. Që është shpëtim për shqiptarët, duhet përshëndetur dhe duhet prohoritur. Dhe ka një emër, SPAT. Kjo vlen. Sa ditë keni këtu? Sa ditë? Që ditë parë. Atene sonte, unë jam këtu, për të rëtuar juve, që duhet të keni kurajt Sa ditë keni që jeni këtu? 17 ditë, sa ditë ka protesta? Ditë 17 jemi, po, për ditë. Bravo. Nuk do jetë më si më parë kjo qeveri, apo jo? S'ka shanse, se lëm ne, nuk e lëm ne. Bravo. Love you. Ne i gjujtën me lazer nga Kryeministria. Do me thënë, ne nuk filmojmë dot për vlogun ton me dron gjithë këta njerëz, sepse e kanë gjuajtur me lazer dronin ton nga Kryeministria. Pa e të gëzoj që e gjuajti me lazer, se mund t'ja kështë e fundur me naj. Qyqyr me lazer. Je mes proteste, mama! Po, s'besoj, po kam si emocione, mama. Tani, Më duket si ëndër kjo gjoja. kemi për të bërë diçka. Ti do rish këtu, mos lëviz, dhe unë do marrë vetëm një kamera dhe do afrohem deri në zemër të protestës. Vetëm se dua ta shijoj qik, vetë, fizikisht. Sa ditë keni që jeni këtu në protestë? Çdo ditë, every single day. e ka dhe kryeministri. Mos flasim për TikTok e ministrën e Njoqit. Sepse i ka ofenduar një protestus qoftë dhe i keq. Ai haron që është shqiptar. Në mund të haroj një njeri shqiptar i keq. Kush është një njeri që shqiptar?
bashkuar kësaj lëvizje paqësore. Ka bërthirë në 2018 që prindrit i bashkojnë studentëve që nuk ndodhi dhe ka qenë fyese. Bravo! 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 Nice, huh? Super nice. Unë kam marrë për ditë këtu, po ju për ditë kemi marrë. Për ditë jam tonë. Për ditë, ha? Sishme që ju duhet vazhdoni këtu, që nuk do të lejoni këtu ide të cilat nuk përputhen me kauzën, ju nuk do të lejoni këtu asë një njëri që do të shkelin mbi këtë lloj. Shëje që Do me thonë, mos rëndë në duar të gjeneratës. Liria nuk negocion! Dhe këtë do bëjmë ne sot, arritëm këtu, të do ndërtojt një gjë më e bukur. Kërkoj mamin. Bravo! Bravo me ju! Ku është mami? Hello? Ma? A e pat mami? Jo, vetëm fillim kur i kishej. Ka i këtej? Ma? 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 Fiksim e kam ta valvis njërë ato flamurin e ma, fare. Ta valvis ato flamurin e ma. A do më lësh ta valvis njërë unë këtë flamurin? Me gjithë qef. Unë jam i qik trup vogël, po? Lal, bëke kra! Është ora 9 e darkës dhe është pjesa e marshimit dhe mua më ka humbur mami. Ma! Ma! Qa po bën? O ma, ka ma këto të dimalit krudo spjanata. Po, se o pren gjunjët na o putat, do të marshoj tani. Në fakt, janë të gjithë në marshim, kështu që ne duhet të dalim të kapësh marshimin. Ka marrë dhe për ty. Mamo, ka marrë. Do të shfoto me ne? Ka marrë kremvice. Faleminderit. Kremvice me djatë për ty, mama. Kremvice me djatë. Pa tjetër, do bëjmë foto. Të marrë kremvice me djatë. Të dimalit, ku i kën mami pa dimalit? Marrëveshje për shihet. Keni mos marrëveshje për shihet. Jo se nuk punon marrëveshje për shihet. Jeni shumë Faleminderit. E gjëmë që ata, keni mos marrëveshje për shihet. Po kjo është shumë e mirë. Dhe jo, për ty kanë të mamit, ka marrë to, prendicë me djatë. Të dimalit i ke dha to, mama. Ka më ndashuri, mame. Po ti me mish me vetën në çantë? Po ku do vete, o mami, më ku të njunjët. Duat marshoj tani. E dëgjon Tupanin? Pensioniste, mami, pensioniste u falen ca gjëra. Do ikim tani, do ecësh. Mora fuqi, po. Jajmë rrugës. Sa mi që mojë këto me vete?
duket mami, s'besohet që jam këtu. Brava jepe dorheqe. Brava jepe dorheqe. Mami, mam. Erdhe dhe ti protest. Erdha mami, kam bërë gjën më të mirë. E ke kujtim mamin në protest. Tani në pension e bëra një gjë shumë të mirë, që dola në rrugë. Shiko pak nga Berlini, grupi që ka në WhatsApp me 700 veta. Keni ardhur nga Berlini, zemër? Sigurisht, edhe nuk i ke pa fitore. Kam një porosi dhe një lutje për të gjithë. Historia ka treguar që protestat fitojnë me rezistencë dhe qëndresë dhe jo përçarje. Ju lutem, qëndrojmë të bashkuar. Fitore garantuar. Qëndrojmë të bashkuar. Fitore garantuar. Diaspor, mos u përça. Pa aleanca politike. Kjo është një kryengritje etnike. Ju do. U ka vajtur thika në palc njerëzve. Brava jepe dorheqe. 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 Kjo është dita e 17. Mami u lodh. U lodh dhe vogla ime nuk mundet më, kështu që mama, ti vazhdo në shtëpi, sepse kjo punë është në të rinjve. Si pensioniste rezistova? Rezistove. Si pensioniste e re që jam. Rezistove edhe me Dimalin, a? Edhe me pra, jo nga fuqi pa Dimal nuk e përballoja dot. Mama, Mirë, mam. ti vazhdo në shtëpi dhe unë do ka protestën. Bravo, ka mami kapedane? Kapedane. Të ka mami labesin nga Vlora? Labesin nga Vlora. Pri për para. Mendoj se kjo protesta është e të rinjve, kështu që si të rinj që jemi duhet patjetër të bëjmë pjesën tonë. Siç ka thënë dhe Brunella, të jesh i ri dhe të rish në kafe, mos jesh në protest, është turp. Kështu që mam fal, po unë do vazhdoj. Okej.
qikë Shqipëri ere. Nuk e di kur do mbaroj kjo gjë, po kam përshtypjen se nuk do mbaroj pa dhënë Rama dorëheqjen. Nuk e di qa po pret më shumë, zoti kryeministër, po pret që të shfazohemi, fillojmë të djegim vendin, të bëjmë si Nepali. E di qa shpreje më vjen dorëmend? Mos ki frik nga ai që nuk ka të ha. Ki frik nga ai që ka të haj dhe nuk ka të ngopur. Edi Rama qa po bënd, se po vazhdon akoma po e zvarit. Janë zgjuar të gjithë. Është marshuar komplet qendra, rruga Elbasanit, tani jemi te liceu. Bravo! Dhe si do thonin tiransat, apo pëlqej protesta më rrush? Kjo është koka e protestës, kjo është start i protestës. Parini nuk ka Shqipëri. Nuk i ke larë akoma hesapet me studentët. Edhe në fakt, kjo protest ka të vjetër, ka të rinj, ka fëmijë, ka bebe me karroca, por sundohet nga studentët, nga gjenerata Z, Gen Z. Ja, fëmijët, si që të thash. Bravo! Bravo! Jam krenare për ju, bravo! Dhe të mendosh që kjo gjë do bëhet për ditë. Dhe nuk besoj se ka fund, nuk e kuptoj zoti kryeministër qa po pret. Qa po pret më, do me thënë. Mendoj se këtë moment do e kem kujtim gjithë jetën edhe unë. Mendoj se do shkruhet në për libra për këtë protestë, mendoj se do shkruhet në për libra për qershor 2026. Roza Lati për kryeministër! Do e fusim parlament. Faleminderit! Kjo ishte mbyllja! Kjo ishte mbyllja! Vazhdojmë protestën dhe hajde! Ne sa më shumë! Ne sa më shumë! Ne sa më shumë! Ne sa më shumë! Kjo është protesta më e fuqishme. Më jam mbushur syt me lotë. Më kanë dalë lotët duke bërë video.
Unë kam hecur nga sheshi Nën Tereza, dhe jam afër bashkisë dhe akoma ka njerëz. Është ora 4 e mëngjesit, unë sa kam mbaruar montazhin, edhe përpara se të shkoja në shtëpi, thash të kaloj pak te kryeministria, vërtet, po rrin akoma aty. Është ora 4 e mëngjesit, por po, shife zemër, shife.